Se na gjetët pak fare pa përgatitur se po rregulloj këtë stelin e mikrofonit që më del këtej. Tani s'duket asnjë gjë. I fshem të gjitha sekretet edhe këmba kështu. Okej, edhe jemi gati për një fandej edhe më duket se ti po bën një parakalim, ë? Bëj shaka, unë mendoj që e kemi egzageruar me këtë parakalime. Ngrirje kamerën, ngrirje mjaftueshëm boll. Për këtë javë do bëjmë pushim, më deri në nash me skemën parakalim. Jemi dakord. Vetëm parakalim të strishave, po kështu mund të bëjmë, kështu që në një mënyrë tjetër le të jemi bashkë edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, bëuni pjesë jona në Facebook, në Instagram, në Twitter, edhe në kanalin tonë YouTube. Keni edhe sot kohë, nesër është e premte, nëse nuk gaboj, edhe sot keni kohë dhe afati i fundit për të votuar këngën tuaj të preferuar shqiptare, kështu që votoni në internet.com/top10 dhe nesër ne ndërtojmë Like Ship Top 10 chartin muzikor të kësaj jave sipas votave tuaja. U vdes për këtë pjesën të kjo kënga, shumë e bukur kjo muzika. E kam preferuar, kështu që mos e kurse mikserin Giulia, mund ta ngresh pak zërin. Sot në Fandej kemi shumë gjëra të bukura për të ndarë me njëri tjetrin. E nisim kështu nga Hot of the Day që kemi. Do flasim për ikona pop. Kush është kjo dysha që bën Nami dhe mos me atë super këngën I Don't Care I Love It, nëse nuk gaboj, që është e çmendur si këngë. Veç të tjerë kemi komente që ju keni bërë në Facebook Interval Benja. Do flasim për një këngëtare që ka bërë një ndryshim drastik nga fillesa e saj deri më sot, do kemi me foto kështu të faktuar. Kishim edhe një gjë tjetër interesante që më duket se e harrova unë, po edhe këtë duhet ta them patjetër. Një fenomen aktual, në fakt bëhet fjalë për një vajzë shumë të vogël që bën Nami në rrjetet sociale se këndonte kërcen këngë të personazheve të famshëm shqiptar, se për kë bëhet fjalë, do ta zbulojmë pak më vonë, është video që të kënaq shpirtin kur e shikon ndër të tjera. Mbi të gjitha, ne përpara se të fillojmë duhet kemi një Telekom Albania në telefonin tonë. Kjo është pak për e sigurt. Kështu që me paketet e shumta që të servir Telekom Albania mund të jesh non-stop në kontakt me njerëzit që ti don dhe të dhurosh dashuri. Kështu që niseni sot me një mesazh dedikuar njeriu tuaj të zemrës. Unë kam thënë, paniku dhe drama janë marrëdhënie të distancë, mos i provoni, por nëse ti ke Telekom Albania dhe i bë të dashurit në Telekom Albania dhurat, funksionojnë dhe marrëdhënie në distancë, sepse fal 4 gëzë dhe jesh non-stop në FaceTime dhe s'ka shans të tradhtoj, dhe nuk të merr malli dhe aq shumë për të dhe funksionon marrëdhënia. Në telekom.com.al i keni më të qarta gjithë ofertat që përfshin tani më çdo target group, edhe fëmijët, edhe të rriturit, edhe gjyshin dhe gjyshën dhe gjithkënd tjetër. Kënga që vjen së pari është shumë pozitive, ajo për cilën ne kemi nevojë aktualisht, po flasim për Cheap Thrills. E shohim. E bukur është kjo kënga. Më duket se sot e nisëm bashkë, më duket se pas ka marrë playlistën time, Giulio, ë? Se po luan kështu këngët e mia të preferuara. Okej, është 30 qershor praktikisht dhe jemi në fund të qershorit. Iku qershori. Iku dhe qershori erdhi korriku, rritën temperatura, si do ja bëjmë? Nuk e di çfarë të bëhet me vapën, se unë s'para e dua shumë, siç e keni kuptuar, jam njëri që kam gjithmonë vap. Edhe këtu me kaq shumë kondicioner dhe prapë nuk ja dal dot. Gjithsesi, se çfarë po them? Hajt më, kush po e kupton? Për vetëm mami tim që është në shtëpi. Në ditën e fundit të qershorit ka një fest Cheryl Cole, për shembull, ajo vajza që i bëhet ajo pika ku qesh dhe unë vdes për këto njerëz që kur qeshin i bëhet një pikë këtu. Madje shpesh më vjen dhe ta pikturoj që të bëj dhe unë si ky target group. Sot një pop singer dikur e njohur me bandën Girls Aloud feston 33 vjetorin e saj. Mike Tyson, duhet të çojmë këmbë për këtë tip, se është nga këto boksierët fenomenal që shpesh karriera e tij krahasohet edhe me fenomenin e legjendën e boksit Muhammad Ali. Sot Mike Tyson feston 50 vjetorin, sa shifër e bukur, dhe në 2010-ën ishte vendosur që në ditën e sotme, edhe unë harrova dhe i thash Siki, domethënë që duhet bëjmë në kështu në Snapchat, në gjë, e bëjmë tani, meqense sot festohet dita e social media, por rrjetet sociale është gjitha kjo ditë, është vendosur në 2010-ën që të bëhet një gjë e tillë, edhe thash hajta bëjmë dhe ne një snap, hajta ta prezantojmë këngën e radhës me një snap, kam përshtypjen që kënga e radhës, ja, ky është snapi i famshëm. Ha, do ta fokusosh Arlis, dukesh edhe ti mbrapa. Për të festuar ditën e rrjeteve sociale njerëz, bëni çfarë të doni sot, non stop në Snap, kaq mbaroi. Ha shohim këngën e radhës së Cheryl Cole, sa gjiun efektet. Kemi një lajm për Justin Bieber, që praktikisht ka bërë namin edhe në rrjetet sociale ky lajmi, dhe filloi tani dhe heci kështu sikur njerëzit kur janë në tension, domethënë, edhe fillojnë shkojnë lart e poshtë kot. Okej, ç'a the?
Jo, Fation, nuk e them atë fjalën, që pse se Fation jo gjithmonë thot fjalë të mira. Duhet ta kuptojmë edhe këtë. Tani, Justin Bieber, me që se ti përmenda atë fjalën, përpaksa nuk ishte në burg. Duhet ta themi dhe këtë të fundit. Pati shumë probleme se unë mbaj mat, ju them një sekret, unë me motrën time që është po kaq e çmendur sa unë. Kemi thyer ca xhama makinash kur ishim të vogla, se loja më interesante atëherë duket që të godisi makinat me gur. Domethënë se të më thoshte truri im I vogël, nuk di të them. Dhe po të isha unë e famshme si Justin Bieber, do të merr në job dhe në denoncim në kështu, përveç se vetëm paguajti babi xhamin e makinës që ne thyem. Gjithsesi Justin Bieber nuk kishte gur, po kishte vezë dhe tentoi të godiste xhamat e fqinjve. Se çfarë I tha truri dhe Justin Bieber nuk di të them, me thënë drejtën. Gjithsesi kjo u bë kështu shumë mediatike, u bë nami, sigurisht ato e çuan e denoncuan për këtë fundi për prishje që publike edhe që I bëri xhamat zhull, nuk e di ai lau Justin Bieber xhamat apo çfarë ndodhi. Gjithsesi, ai mori goxha ka qenë dënimi, ja prit ta lexojmë pak se nuk është se e mbaj mend. Tani, u dënua me 2 vjet qëndrim larg të lashës dhe mos drogës, 40 orë shërbim komunitar dhe një dëm shpërblim për $80,000. Po ama pozitiviteti I gjithë situatës qëndron në faktin që Justin Bieber kuptoi gabimin, se gjithë gabojnë për të mësuar dhe mësojnë për të mos gabuar më. Sa e bukur kjo shpreha. Dhe avokati Justin Bieber ka qenë ai që shkoi te gjykata I tha ai është sjellës shumë mirë, është bërë një djalë I mirë, kështu që le të bëjmë diçka për këtë të fundit dhe më konkretisht ja hoqën dënimin tani më, është I lirë, kërkoi që Bieber të ishte I lirë, kështu që ylli popet ja hodhi paqet edhe kësaj herë, shpresoj të ketë vënë mend dhe mos e bëjmë këtë gabimin. Ne e sillim tani Justin Bieber me atë këngë që unë e dua shumë, Company, e shohim. So make your way over here right now. Jo pa qëllim ne po dëgjojmë këtë këngën në sfond. Në fakt se kjo është edhe hot of the day. Domethënë, jo kjo kënga, po tamam ky personazh që fshihet pas kësaj këngës. Ne më shumë kemi njohur, dëgjuar dhe përfolur Zara Larsson që është fenomeni aktual, ama një pjesë të mirë të suksesit të këngës Never Forget You që u bë shumë virale edhe radiofonike edhe televizive ndër të tjera. Përveç 18 vjeçare Zara Larsson, është edhe 21 vjeçari, po flasim për MNEK. Emër më të komplikuar vëlla nuk gjeje dot, domethënë, me shkronja po ta citoj, po bëjmë kështu spelling ndër të tjera. Është artisti 21 vjeçar I cili ka bërë një sër këngësh në repertorin e tij që ne sot do ta servojmë si hot dhe me këngën më të fundit që ai ka lançuar, dhe më në fund erdhi vetëm sepse kemi parë kështu të punoj me emra shumë big të muzikës. Për shembull Beyoncé ka punuar me këtë, Madonna, Kylie Minogue, Diplo, Zara Larsson, Rudimental, Naughty Boy, Little Mix, Jojo, Clean Bandit. Vetëm unë kam mbetur pa bërë këngë me këtë të shkretin. Gjithsesi, kënga që ne servirim sot si hot of the day që vjen nga MNEK është një këngë e titulluar At Night dhe në klapa ka I Think About You, që është shumë interesante. Pas suksesit të madh që ka patur me Zara Larsson, ai vjen me këngën në fjalë, një lloj janë ritmet si I Will Never Forget You, pak a shumë, gjithsesi si duket kjo e ri më së miri. Unë mendoj që do të bëhet hit, nuk e di çfarë mendoni ju, mund të mbase dhe skedina sa të doni. Gjithsesi e testojmë tani për herë të parë në Fan Day. Unë them të ikim pak në Facebookin të Vëllbenja për të parë pak komente që keni bërë ju, se kishim një temë shumë interesante, po flisim për njerëz që kanë stil interesant. Sipas mendimit të fan lovers që të bëjmë shumë sondazhe, bëjmë kalkulime të tjerë. Kush është personazhi shqiptar që sipas jush ka me të vërtet një stil shumë interesant, ju pëlqen mënyra se si vishet, si rri, si flet, si qëndron etj. Ne do t'i zbulojmë tani në komentet që ju keni bërë, ndërkohë ju ftoj që të bashkoheni me ne non-stop në faqen tonë në Facebook, edhe në Instagram ne jemi se po na ndihmon ai parkalimi sensual I strishave diku këtej larg, unë asnjëherë nuk e gjej tamam me goditjen e parë. Kështu ne jemi gjithmonë bashkë në gjitha rrjetet tona sociale. Tani lexojmë pak komente që kanë bërë gjithë fan lovers në Facebookin të Vëllbenja dhe që vazhdoni ta bëni këtë të fundit. Erdiola thotë përshëndetje rrush. Kishin thënë ndonjë rrush, interesante, shumë. Për mua është Ledri Vula, ndërsa nga femrat Afina Zeqiri dhe Fatma. E ka për mua. E përshëndesim shumë Erdiolën. Ornela Gjoka thotë Era Strefi, Joni Marko thotë Castro Zizo është më ndryshe nga të gjithë, prandaj mua më pëlqen shumë ai si artist. Franco Dota thotë padyshim Blerim Destani. Si ka bërë Blerimi tani flokët I kap kështu bisht. Edhe gjithmonë I bën fotot me vetulla kështu, e keni vënë re? Noizi thot Taulanti, Linda thot 2 ton, Durata Dora thot Dançe, pse do t'i Fatma je shumë shakaxhier, hosh flako. Jona thot Ledri, haj Fatma Butrinti thot Aida dhe I shpërthejnë syt zemra, domethënë. Ola thot kush tjetër përveç teje Fatma dhe Butrin Tushi tim. Butrin Tushi. Kur ta prezantoj këngën e tjetër do Butrin do them patjetër Butrin Tushi. Saviol Savi thot askush përveç Fatmës. Ua, sa seriozisht e pas kanë marrë. Kush I ka fut mi këto njerëz që të votojnë për mua? Ndërsa Havjeta thot Dafina Zeqiri, Bojken Lako thot Gersi, Marcela thot Noizi, ti zemër, Noizi Ledri thot ajo goca, je ti thot edhe Grisela, Adi thot Durata Dora, Neri thot Doza është njësh jo Mile, Doza. Besmiri thot Era Strefi, Enca Ronila Noizi dhe omëlsina e fundit në radhë, por jo më pak e rëndësishmja.
jam unë. Kejnati Fation që po përmendi gjithmonë se Fationi është bërë gjithë nerva tani. Ndërsa Sajmi thot janë gzer ka madhëmendja. Isuf Gjepali thot Durata Dora dhe Noizi. Lediani thot Ledri, Kiara thot Ledri dhe Kida. Ola thot Kapital Ti, Dafina Zeqiri, janë gzer ka Noizi, këto kanë silë të veçantë. Kësona Regjej, thot Marina Vjolca edhe Luana, Joela thot Mike Noizi dhe Fatmushi, Joela thot e thjesht fare, se për kë e ka nuk e di, Leja thot unë mendoj sa më shumë stil ka Dafina Zeqiri, Romina thot 2 ton, Dani thot Ledri Vulaj, me qësimi tek Ledri Vulaj, ata sillen tani Ledrin me këtë këngën e tij të fundit, jo më vula, në fande. Me që se maturantët i kanë mbyllu provimet tani më edhe bëhen gati kështu pra të mbrëmjen e maturës që është shumë e rëndësishme për gjithë ne që e kemi kaluar. Dea është zgjidhja ideale. Dea mirë se erdhe edhe për sot. Do flasim, na kishë munguar. Edhe ju. Po që kohë nuk e qenë këtu. Kështu që të zënë me këto provime. Mendoj mirë mungesa që bën herë tjetër, okay? Sot vjen për të na iluminuar çfarë të bëjmë në mbrëmjen e maturës. Sikundër kemi Lorelen që është bërë një princeshë tamam për mbrëmjen e maturës. Ti ja ke bërë gjatë pjesën dërmues të make-upit. Çfarë ke bërë konkretisht? Mund më ndihmosh? Atëherë unë te Loreli kam treguar gjërat kryesore që janë në modë, tendenca domethënë kryesore të make-upit për mbrëmjen e maturës ose fëmimin e maturës këtë sezon, që janë pjesa e highlightit, që duhet të jetë domethënë pjesa e shkëlqimit, që duhet të jetë shumë e theksuar në fytyrë, më e theksuar se sa konturët. Buzët zakonisht janë ngjyrë nude, ngjyrë mishe domethënë, dhe me shkëlqim që të duken të plota, dhe syt zakonisht janë kështu smoky eyes, domethënë të sfumuar, por me pak shkëlqim. Kjo është domethënë tendenca kryesore që dominon. Lëkurar sa më bukur të jetë sa më e nxjerrë, kështu që disa ditë para mbrëmjes maturës është mirë që të bëhen ca ditë plazh ose pak Inglot Body Bronzer. Pra këtë do ja thoja unë se ka ndonjë krem në gjë se ja mund të shkojnë të gjithë në plazh. Okej, unë di që ti ke ardhur bashkë me disa instruksione për të gjithë maturantët që shkojnë kështu në mbrëmjen e maturës. Atëherë përveç pjesës të cilat janë tendencat, të cilat ju mund ta shikoni tamam në fytyrën e Lorelit, ne do flasim se si ta mbajmë make-upin më të freskët gjatë natës, domethënë, e cila është një diçka shumë e rëndësishme për gjitha vajzat që shkojnë mbrëmjen e maturës dhe kanë merakun e make-upit mos ju prishet. Atëherë, siç e dim nga kërcimi ose nga temperaturat e larta që janë tani, mund të fillojë dirësitja e fytyrës dhe kjo rrezikon që ti nëse e prek lëkurën, atëherë ti e dëmton make-upin. Kështu që ne në Inglot rekomandojmë që lëkurat mos preket me dorë nëse dirësin ose ke një problem, ta eliminosh këtë. Për këtë ne kemi këto letrat, të cilat quhen oil blotting sheets dhe përdoren për të thithur yndyrën e tepërt në lëkurë dhe këto nuk e largojnë make-upin, domethënë. Konkretisht si një letër, po, në mënyrë të tillë. Dhe thjesht e prek te zonat ku yndyrose. E kuptoj. Dhe siç mund ta shikoni, kjo thith yndyrën, por make-upi është mbetet po i njëjtë. Po. Dhe këtë mund ta përdorësh në zonën e ballit, në përfaqe, kudo domethënë, sa herë që ti ndjen që po djersin ose po të del pak yndyrë nga fytyra, atëherë e rifreskon me këto. Kështu që veçantën minimaliste që do marrin maturantët, kanë parasysh që do kenë këto letra të Inglot. Pra sa janë edhe shumë thjeshta për të mbajtur në çantë, shumë rëndësishme. Shumë vogla. Ndërsa për vajzat të cilat kanë probleme me që kanë shumë vap ose kanë nevojë të kenë fytyrën të freskët gjatë gjithë kohës, janë ky rasti, po. Ka mbaruar maturën ky problemi. Po në çdo parti, jo vetëm në maturë. Është Refreshing Face Mist, i cili është një spray që hidhet në fytyrë dhe rifreskon fytyrën pa e prishur make-upin. Po si hidhet kjo, Dea? Në mënyrë të tillë. A ka ndonjë, nuk e di, instruksion të tipit sa larg duhet rri, nuk duhet edhe shumë afër? Jo shumë larg, diku te 20 cm larg fytyrës. Kjo thjesht rifreskon make-upin, t'i jep një aromë më të mirë dhe më të freskët. Po. Siç ndihet tani në ajër. Nuk ka emision të marrë. Dhe pastaj tha dhe gjendja domethënë e fytyrës është më e freskët që mos kesh atë sikletin e madh. Të mbrëmjes, po e kuptoj. Ndërsa nëse problemi juaj është që juve keni lëkurë tejet të ndryshme dhe këto nuk ju bëjnë punë, atëherë unë rekomandoj që gjithmonë vajzat marrin me vete në vend të këtyre një pudër matifikuese, e cila ne kemi zgjedhur të tillë me pasqyrë. Sa mirë. Dhe këtë kam menduar ta shoqëroj me një furçë, e cila është furça 24 cc, dhe është furça më e vogël që ne kemi për pudrat që mund vendosen në fytyrë.
Këto do të zinin pak më shumë vend në çantë, po janë shpëtimtare kur vjen te pjesa nëse ka është lëkura me ndyrë e tepër. Dhe thjesht e merr me të fuqin dhe aplikon te zonat kryesore në fytyrë, ku ndjen që ti ndyrosësh më shumë. Kjo ka dhe pak mbulim. Dhe gjithashtu të përshtatur me ngjyrën me cilën ti ke bërë pjesën e highlighteve, domethënë. Unë në rastin e L'Orealit e kam përdorur me ngjyrë të bardhë të pjesat e zonat të, që është por syve të balli dhe të mjekra. Dhe atëherë i kam vendosur që të marr me vete në mbrëmjen e maturës një pudër të bardhë të cilën ta vendosit tek këto vendet ku bëhet me ngjyrë. Okej, tamam në këto zonat ku ka filluar problematika. Po, e kuptoj. Mirë, keni tjetër aty të çanta? Po, kryesorja pastaj buzët, sepse buzët janë para që fshihen, buzët janë para që duhet lyen në çdo foto. Se buzën përqafojnë maturantët. Pin. Okej. Edhe për buzët është mirë të merret buzëkuqit i cili ti ke përdorur që në fillim, domethënë, edhe një laps për ta konturuar. Në rastin e L'Orealit janë këto të dyja, është lapsi Soft Precision Lip Liner 56, i cili është një laps i thjesht druri, në kaf, dhe shkëlqyesi Stix Gloss numër 92. Këta janë shumë të lehtë të marrë me vete, siç e shikoni. Shumë komode mbi gjitha. Vetëm thjesht për të përdorur shkëlqyesi të tillë, dhe thjesht e riaplikon. Dhe je gati të bësh foto nëse të vazhdosh mbrëmjen. Të bësh selfie, snap, gjithashtu, pjesa e gjë e fundit që ka marrë është gjeli i vetullave. Momentin që mund të shpupuriten vetullat, si të thuash, ose të dalin jashtë kontrolli. Ekziston ky kreri, i cili quhet Brow Shaping Mascara, të cilin thjesht e kalon nëpër vetulla në mënyrë të tillë dhe i kthen në vend, dhe gjithashtu i ngrin dhe i mban të vendosura gjatë gjithë natës. I çon në korsin e duhur. Ka dhe pak ngjyrë që gjithashtu nëse vetullat janë fshirë nga ngjyra, mund të theksosh pak përsëri, domethënë. Po që është shumë e mirë, sepse nuk ka nevojë të kesh precizion të madh në përdorim, ose të kesh kujdes të madh, thjesht me këtë formën e krerit, domethënë që është shumë i vogël për vetullat, e kalon në mënyrë të tillë. Sa mirë. Edhe gati për foto, L'Oreal, je gati? Okej, këto ishin, besoj. Faleminderit shumë Dea që na zgjodhe këtë muhabetin e maturës. Jam e sigurt shumë nga ato, përveç se kishin stresin e fustanit dhe sandaleve, kishin edhe këtë tjetrën të make-upit. Unë të falenderoj gjithmonë, si nga hera që vjen me kështu gjëra të bukura. Ne shkëputemi për pak, shohim një këngë. Më në fund kemi një lajm edhe për Iggy Azalea se çfarë është bërë me këtë vajzë, se shumë e kemi vrarë mendjen në rastin e zgjumit, domethënë si shkoi muhabetin. Pakton pas disa memes lart e poshtë në internet që thonin kur Jay-Z trastoi Beyoncé, kjo bëri një album që bëri nami në gjithë botën, pati kaq fitimi mori dhe një çmim. Kur Nick Young trastoi Iggy Azalea, kjo thjesht iku nga shtëpia. Kjo thjesht ndori të fundit nga shtëpia, ama më në fund ka dalë disa teorema të reja sa i takon kësaj situate dhe e gjitha qëndron në faktin që vetëm që e ka trastuar, tani çrëndsi ka nësa i ka qenë ide, uri pirë, jo koshient etj, me atë që trastoi Iggy, pas ka dhe një fëmijë. Ne kemi dhe foto për këtë të fundi. Hajde shohim pak bashkë do një zbuloj detaje që nuk ka patur faj Iggy Azalea në vendimin që ka marrë. Presim të shohim fotot, ja tek është, teksa dhe e shohim. Niku priti derisa Keona të arrinte në muajin e 4 të shtatënit që t'i dërgonte Iggyt. Ai ishte i dheur dhe nuk e gjykoi mirë, ka thënë një burim pranë çiftit, po ndonse ka kërkuar falje duke thënë se një gjë e tillë nuk do të ripërsëriti, ka qenë shumë vonë për basketbollistin, pasi reper janë në fjalë, nuk mundi ta përballonte një gjë të tillë, kështu që Iggy e mbështeste miqësinë mes Nick dhe ish partneres, por gjërat u shkatuan në momentin që ajo zbuloi lajmin e shtatzanis. Kjo dhe është kulmi 33 kontra që përishim marrëdhënien deri diku të shëndetshme të Iggy Azalea edhe të basketbollistit në fjalë. Kështu që tani morë vesh gjithaj, morë vesh unë që unë dani, morë vesh pse unë dan, e pam ku për kë bëhet fjalë etj, do ofrin një rehat ma të mendja. Ne do ta sjellim Iggy Azalea tani së bashku me Jennifer Hudson, Trouble, e shohim. Tani do sjellim një, le të themi, një kolazh videosh, kështu 2-3 video të shkurtra dhe të vogla, po bëhet fjalë për një fenomen që po bën namin në rrjetet sociale të mundshme, madje edhe në portale online, po flitet gjithë për 10 vjeçaren Erza Mehmeti. Është tepër e bukur, është nga këto, domethënë nëse ka njëri që sjell paqe gjithmonë, nëse ka diçka që sjell paqe dhe të mbush shpirtin, janë këto video të funny që bëjnë fëmijët e vegjël, ku kam mirë se të shohësh, po një vdes mirë për këtë target group është mos e qartë kjo, besoj. Erza po bën diçka që po bën namin kohët e fundit, duke bërë video të saj, teksa kërcen
interpreton kështu lips, domethënë duke lëvizur buzët, këngë të personazheve të famshëm, të tipit Enca, apo ka bërë dhe Era Stefi me Bonbon, ka bërë Kidën, ka bërë këngën e fundit të Florianit Eja, ka bërë këngën Drejt të Encës, këtë me Noizin e të tjerë të tjerë. Ne kemi një kolazh video, kështu që shohim pak 10 vjeçar që po bën namin aktualisht. Ja ku janë videot, e shohim bashkë. Edhe unë shikoj edhe u kënaqja duke kërcyer duke bërë si Erza. Erza është bërë jo vetëm fenomen, po aq shumë ka ndjekës në Instagram ndër të tjera. 34.400 ndjekës ka aktualisht në faqen e saj të Instagramit. Dhe shumë nga këto personazhe i kanë bërë dhe repost videove të saj. Unë u kënaqa, nëse dhe ju keni fëmijën, nipin apo mbesë që bën video të saj natyre, mos nguroni për të na nisur në adresën tonë të Facebook që t'i ndajmë këtu, se ku ka më mirë se të ndash gjëra të bukura që të ngjisin pozitivitet dhe lumturinë në fund ditës. Edhe kënga që vjen tani pozitive është kaq në kulmin e saj. Toothbrush, e shohim bashkë. One more time, but I got. So give me your love. Unë mendoj që tani duhet shtrohemi mirë se kemi një muhabet shumë të rëndësishëm. Janë shumë personazhet e famshëm që ndryshojnë, edhe shumë janë dhe këto faqet interesante që mua më shkrinë së gjeshuri që hapen nëpër Instagram dhe kudo tjetër që të bëjnë këtë e ke parasysh e bardha në të jo, pite nga trova shprehjen, kush kupton për si inteligjente. E zeza në të bardhë, e zeza në të bardhët. Domethënë, kaq e dukshme është historia dhe ne bëjmë ndonjëherë në mënyrë fane gjithmonë se gjithë secili ndryshon për veten e tij dhe në mënyrën e tij dhe askujt nuk i futemi në shtëpi dhe në mendimet apo në jetën personale. Tani çfarë ndodh? Momenti që jeti personazh publik ne vdesim të shohim çka ka ndryshuar, ku ke qenë, çfarë ka ndodhur. Shumë po përflitet kohët e fundit vajza bukuroshe prit, tani s'e ngatrova dhe emrin. Angelina Adërgjone, vajza bukuroshe Alboria Adërgjone, që është tepër e bukur dhe po shohësh Instagramin e saj shumë një botë tjetër dhe kënaqesh duke e parë. Ne e njohim shumë herët ku edhe mori pjesë në Top Fest një kohë ku këndonte tepër bukur edhe ku mori dhe çmim atje etj. Po na bënte shumë përshtypje fakti sa ka ndryshuar kjo vajzë, qoftë në look, në mënyrën si duket etj. Dhe gjykoni pastaj se çfarë ndryshimesh ka bërë se ne s'duam merrem me këtë pjesë. Ne shohim bashkë si e mbaj mend në fillim Angelinën. Një ndër fotot e para që po ta googloni e gjeni gjithandej, domethënë, mua më duket te ndryshe unë kisha shumë vështirë ta kuptoj që është i njëjti person me thënë të drejtën. Dhe si e shohim aktualisht në foto që po bën namin lart e poshtë, domethënë ka ndryshuar tmerrsi shumë edhe stilin e flokëve dhe mënyrën se si bën make-up. Këto unë mendoj që këto me vërtet shumë në fakt janë lente, siç po bën gjithë vërtet, vendosin lente, shpresoj mos jenë të dëmshme për syt, ndër të tjera. Por ta rikujtuar edhe një herë si ka qenë, hajde se kemi dhënë foto tjetër. Ja si ka qenë Angelina, domethënë, imagjinoni çfarë ndryshimesh ka ndodhur flokët pas ka bërë që kanë bërë tani, më do thotë që unë jam demode dhe lash në mod njerëz. Po do t'i drejtoj unë flokët tani urqen. Këto ishin ndryshimet e Angelinës e cila mendohet që do t'jetë pjesë e një ndër klipeve të Kanye West, është shumë palestruar, ditë kërcej shumë bukur dhe e pat vetë se sa ka ndryshuar. Nuk di se si që është tek dhe nuk dua të merrem me këtë pjesë, është e vërteta. Njerëzit ndryshojnë gjithmonë. Nick Jonas mbetet statik, se s'ka bërë as operacion asnjë gjë Nick Jonas, po ta dini, domethënë s'ka ndryshuar as flokët, por vetë ka prerë kaçurilet e dikurshme, dhe mbetet statik dhe në suksesin e produksionit që po sjell. Under You vjen tani në Fun Day. Give me your love. Tani unë po ri kështu që ti të bësh ndonjë foto, megjithëse je fotograf. Se unë di që për të bërë foto do të jesh kështu apo s'ka lidhje? Jo. Jo. Më mirë. Kam vuajtur deri tani, domethënë fotot për Instagramun i kam gjitha kështu dhe më dhëm kurrizi, imagjino. Po rëndësi ka që të shita foto, rëndësi ka që të rëqin i tërë. Jo mirë, deri tani mirë ka vajtur. Fation se Fationi mi bën fotot. Gjithsesi tani do flasim më në detaj për fotot, kush ja vlen bëj photoshooting, kush jo të tjerë, se kemi një fotograf në studio. Eges Toxha, mirë se erdhe. Gjoga, më fal. Gjoga. S'ka problem. Ku e gjeta këtë mbiemrin? E kam shkuar saktë, tu shikoj pak që,
Jo. Gabime kam shkuar dhe ty. Ka problem. Si e? Mirë. E gest, më Faleminderit falë për që të ftesën. ngatrova mbi emrin. Ka problem. Faleminderit për ftesën. Dëgjoj, s'pritet se tani ndërsa të sqarojmë këtë muhabetin nuk i kam fajat të ti dhe në Instagram, mezi të del emri vërtet. Të del Exo diçka kështu si parimisht. Exo është emri i cili unë përdor për që vendos tek fotot. Edhe tek fotot ke Është një zgjedhje ime. Shikon që s'kam Është një fajt. shkurtim i Egez Xhoga në fakt. Edhe nuk më pëlqen të bëj atë emrin tradicional gjatë. Edhe ke Përdor zgjedhur diçka të artistikisht shkurtër si nickname. si nickname apo si logo të punoj që unë bëj. Kështu që Fatma s'ka faj, se unë vura në siklet tani, se kuptova ti që ngatrova mbi emrin. E gest, jenë dorë emrat që kohët e fundit shumë po citohesh për sa i takon fotografisë, dhe nga këto emrat e rinj që u futën në skenën e fotografisë kohët e fundit. Unë dua të di kur ka nisur kjo gjëja. Me fotografinë mund të them që jam bërë diku tek, domethënë në historinë time të jetës time, unë kam qenë gjithmonë i lidhur me artin, që i vogël jam marrë me pjesën e dublime, me pjesën e filmave, pjesën e metrazhit. Kjo ishte ajo futja ime në këtë fushë. Gjithmonë kam qenë në pjesën e post-produksionit, ka qenë ajo e cila më pëlqente dhe që më afroi dhe me kamerën dhe me pjesën tjetër. Fotografinë specifikisht kam diku tek rreth 5-6 vite që ushtroj si profesion. Që në kohët kur unë isha ende në gjimnas, fillova që të merrem konkretisht me këtë pjesë, avash domethënë duke. Po sa vjeç je tani, më fal që po të pyes, po vdesem shkruaj edhe po. 23. Oh, je 2 vjet më i madh thon. Okej. Okej, ja morëm vesh diçka. E di çfarë dua të di ndër të tjera, prej kaq vitesh tani më që merresh me fotografinë. Ti ke filluar ta shohësh këtë si diçka primare, në sensin si profesion, apo merresh me diçka tjetër veç kësaj? Në fakt, unë studioj për juridik. Çfarë thua? Po, edhe Kam një lidhje me ditë fotografisë dhe drejtësisë? Kam përshtypjen që edhe drejtësia është një farë lloj arti në vete. Edhe të vendosur drejtësi kërkon një farë lloj shprehje të asaj çka ti përmban brenda vetes dhe ashtu siç dhe arti. Por nuk e di se si do të jetë nesër e ardhme ime, se ku do të fokusohem më shumë, por për momentin po arriti mbaj të dyja. Ti balancosh kështu si njërin edhe pse njerëzit në përgjithësi kur i them që jam me për juridik dhe merrem dhe me foto, çuditë nga kjo pjesë. Po arriti menaxhoj të dyja. Kjo është e rëndësishme. Okej, unë dua të di, sa i takon fotografisë, ti ke studiuar për këtë fundit? Ishte një gjë autodidakte kështu? Thjesht u injektua gjatë kohës që merreshe me filmat? Le të themi që edukimi im për pjesën e aparatit fotografisë erdhi në momentin që unë po merresha me filmat, duke qenë se në fillim jam marrë me pjesën e filmave me metrazh të shkurtër, me post-produksionin e reklamave, kam qenë në backstage disa prej tyre, kam bashkëpunuar me regjizorë shqiptarë dhe tuaj, cilët merren në këtë fushë, punojnë në këtë fushë. Dhe ky ishte edukimi im, si them, fillimisht me kamerën. E kuptoj. Më pas, specifikisht për fotografinë, le të themi që ka qenë në mënyrë autodidakte, ka qenë një eksperiment, ka filluar në mënyrë amatore. Po që shkoj mirë. Më shkoj mirë. Më thonin që bëja foto të bukura dhe kështu që filloj të rritë gradualisht. Me gjëse jemi tek filmat, unë di dhe një informacion tjetër, që ti je marrë gjithashtu me një film me metrazh të shkurtër që është transmetuar jashtë Shqipërisë ky fundit. Po, është shfaqur në New York me javën e filmit me metrazh të shkurtër. Në fakt, unë kisha aplikuar, kisha dërguar atë, nuk është se e prisej që pranoj dhe ai të shfaqe, dhe ka marrë vesh diçka më vonë, kur më ka ardhur data, salla e kinemas, po, dhe dita që do jepi, nuk e kisha këtë informacion më përpara. Çfarë thua, sa interesante. Dhe ka qenë diçka e bukur, ka qenë një eksperiencë e bukur. Shumë e bukur ndër të tjera. Tani, a i ndjek ti fotografët e tjerë shqiptar? Po, besoj se i ndjek. Si shikon në krahasim me ty? Po mendoj të pëlqen, ti rri një zhanri totalisht tjetër? Jo, nuk është se do të bëja në ndarje të tillë, të prerë. Unë mendoj se ka fotografë shqiptarë cilët kanë goxha potencial, ka fotografë vërtet të cilët ja vlen të ndjekësh apo të shikosh punët e tyre. Nuk e di, edhe nuk do më pëlqente ndoshta se të bëja një krahasim apo ka vërtet punë të cilat unë mendoj që për atë çka për shtetin tonë apo për Shqipërinë mendoj që apo këta fotografë duke qenë shqiptar mund ta përfaqësojnë goxha mirë apo E gest,
E di çfarë po ndodh kohët e fundit, shumë nga fotografët edhe po sulmohen për Photoshopin që mbase egzagjerojnë pak më shumë se s'duhet. Tani Photoshopin e kemi mësuar dhe në njerëz normal, i bëjmë atë foto Instagram, mund dalë si Paris Hilton, si ku dëgjojmë çfarë janë këto. Ti sa e përdor këtë të fundit? A është normale në gjuhën e fotografëve kjo? Kjo është një mirë e bërë, për faktin se ekziston një ide e gabuar në përgjithësi që njerëzit e shikojnë Photoshopin sikur ai thjesht të krijon të pasme dhe Po për këtë po e përdori, nuk kemi fajin në tani se... Jo, ideja është që Photoshop është thjesht një software, është thjesht një program, por i cili është, unë mendoj që është në momentin që ti punon në një nivel, le të themi për revista apo në një nivel profesional, unë e shikoj domosdoshëm. E mendoj të gabuar këtë idenë që Photoshopi shihet thjesht për t'i bërë njerëzit të bukur apo për. Po për çfarë e përdor ti për shkakun? Photoshopi është një, le ta themi, është ajo të jep atë mundësinë që ti të nxjerrësh vërtet atë çfarë ti ke në mendje, apo nuk është e thonë që domethënë ai person që ti merr është pikërisht ajo që ti do të nxjerrësh, ai imazhi i fundit. Photoshopi të ndihmon që ti të krijosh atë, pikturosh atë artin tënd, dhe kjo nuk do të thotë thjesht të pasme dhe nuk e di se çfarë mendojnë personat e tjerë, po le të themi dritën, gjëra që ti normalisht nuk mund t'i kesh një reale, ngjyrat apo gjëra të tilla. Që unë e mendoj si diçka të domosdoshme, por nuk është Photoshop, ai që e bën një fotograf të mirë. Dhe ti mund të bësh fotografi shumë të bukura dhe mund t'i nxjerrësh dhe pa i prekur fare në Photoshop, por mendoj që në një nivel profesional, në një nivel reviste apo në një nivel, nuk e di, për ta shfaqur diku, është e domosdoshme që ti të bësh një përpunim apo... E rëndësishme është ta përdorësh gjën për atë për cilën ajo me të vërtetë funksionon. Okej, e gesti, je dakord ti të shkëputemi pak nëse pastaj un kam zgjedhur ca foto nga Instagrami që duat mi komentosh pak, okej? Ikim për pak. E di në fakt çfarë dua të pyesë, që kam shumë kuriozitet. Çfarë duhet të ketë një vajzë ose le ta quajmë fotomodele, se praktikisht ashtu i bie tjetër nëse është në një fotosesion me ty. Çfarë duhet të ketë konkretisht për qenë para aparatit tënd? Nuk do vje kriteret... Po ma do më një zë fotografi, ka ca? Nuk e di, mendoj që e bukura nuk do i vje kriteret bukurës, ama gjithmonë në mendjen tënde ke disa ndoshta përmasa me sytë tu, se si do doje ti që ti ishte një person. Në preferencat e mia janë femrat e dopta, ndoshta me mollzat, me pjesën e të theksuara. Por nëse si ka këto i bie që ti zoti bësh foto ku? Jo, as pak, mendoj që ta thash edhe një herë, nuk do i vije kritere bukurisë. Nuk e di, ajo varet në sytë. Mjafton që ti kesh një pamje simetrike, t'rregullt, dhe në varësi të asaj çka ti do të bësh fotografi, sepse nuk mund të marrësh të njëjtën modele apo të njëjtën trup me të njëjtat kritere për të gjitha llojet e fotove që ti do të marrësh. Shumë e drejtë, po. Në fakt, mund të përmend për shembull rastin e Sport Illustrated, që është një nga këto revistat më të njohura në botë për modelet që ka, i cili këtë vit hodhi në treg një modele e cila ishte me përmasa goxha, le të themi të mëdha për ato që ne kemi mësuar të shohim. Shohim, nuk ishte kështu skini, absolutisht shumë larg skini ishte. Dhe e çuditshme ishte që pati goxha sukses me linjën e Robabanjeve që ato bëjnë reklamë dhe gjëra të tilla. Pati goxha sukses në krahasim dhe me modelet të cilat kanë trup vërtet rregull dhe fizik dhe ato çka simetria në kulmin e saj. Kemi mësuar në atë. E kuptoj. E gest, unë dua të shohim pak bashkë tek monitori disa foto që unë kam zgjedhur nga Instagrami, jo ti kam vjedh këto fotot, edhe të mbështet një koment. Për shembull, dua kontekstin e kësaj fotos, ku ndodhi, pse... Atëherë, kjo quhet, këtë foto unë kam titulluar Godskin, lëkura e Zotit. Kjo foto është realizuar në studio. Tani, me çfarë i ke lyer këto vajzë? Kurda? Me çfarë i ke lyer këto vajzë? Një farboje që unë arrita ta gjeja. Nuk e di në fakt se si e ka... A është bërë ajo për një projekt, është bërë për qef, është bërë... Ajo është një punë ime, është thjesht një punë ime. A të dyja janë modele, apo? Po, janë të dyja vajzat modele. Kanë gjë me njëra tjetër? Jo. Po, mi shaka. Është... Thjesht, nuk kam patur mend ato zotat e Greqisë, Perëndit greke. Perëndit greke. Dhe kjo ishte ajo ide pse ato që doja të përcjellim.
Diçka sensuale. Një tjetër foto që mua më ka bërë shumë përshtypje ka qenë kjo. Okej. Si është realizuar kjo? Mua më pëlqeu te mase. Këtë foto në kam titulluar Birth of Beauty, lindja e bukurisë. Kështu me make-up lindja e bukuria. Okej. Si ato foto që bëhen kështu, që po thon po flej gjumë dhe i shkrepin me. I woke up like this edhe gjithë make-up. Ajo është bërë me një letër alumine, e rrethuar foto. Dhe pjesa me alumin në idenë time përfaqëson organin femëror dhe vajza përfaqëson ato që po lind. Shumë e bukur. Kush është modeli në fjalë? Modeli është Megdisha. Është një model e një nga agjensive. E kuptoj. Gjithsesi, anyway, edhe kjo foto është bërë po gjithashtu si një projekt joti personal, apo? Për qefin tonë. Po. Këto janë projektet mia që unë domethënë i punoj për të prezantuar punën time dhe janë ato që unë i ideoj vetë dhe nuk është se i kam të në kontratë apo në lidhje me dikë tjetër të detyruar. Ndodh diçka në Shqipëri, me sa kam vënë re edhe unë. Shumë nga artistët, po mendoj fotografë që duan edhe të futen fuqishëm në treg, zgjedhin imazhe të personazhe që janë shumë të lakuar, që bëjnë live nëpër media e të tjerë. Edhe ju bëjnë foto këtyre, qoftë edhe for free, vetëm për të lakuar emrin edhe për të dëgjuar se e gjejnë si mënyrë më të lehtë për të qenë më të famshëm kështu. Në Instagramin tënd, le të themi personazh që pompohet nëpër media, vetëm që un kam parë ka qenë Ila Beleri që ne kemi dhënë foto tani. A është kjo sepse ti preferon vetëm këtë dhe s'don artistët e tjerë apo çfarë ka ndodhur? Kush bërë fotosesion më thuaj pak? Se bëri shumë zhurmë si fotosesion. Për këmbët e Ildës, për sensualitetin, për atë çuna që mbrapa që që duket në arsye. Po. Në fakt jo, nuk është se kam punuar vetëm me Ildën, kam punuar edhe me tjerë, duke qenë se bashkëpunoj edhe me revista. Detyrimisht në fakt kam pasur kontakte që në fillimet e mia, edhe pse nuk është se isha në nivelet që mund të jem sot. Por jo, shiko, ajo është thjesht një zgjedhje personale. Unë domethënë kam një grup modele që punoj kryesisht, edhe ndoshta mund të shikohet që punët e mia ato ose idetë unë i zhvilloj me këto modele. Por duke qenë se le të themi me personat publik, ti je i detyruar të marrësh ato çka janë ata. Prandaj ndoshta pjesa më e madhe e punëve të mia janë me modele të cilat unë kam zgjedhë. Kam krijuar një farë lloj marrëdhënie sepse mendoj që kryesorja në një punë të tillë është marrëdhënia që ti ke me ato, mënyra se si ti i bën të ndihen përpara aparatit, sepse në të njëjtën mënyrë ato do të shfaqen dhe ato çka ti kërkon prej tyre. E kuptoj, shumë e drejtë. Ke në kokë ndonjë personazh tjetër të famshëm që do t'i bësh në fotoshooting? Normalisht kam edhe disa lidhje që duke qenë se unë fakt në këtë periudhë jam dhe shumë i angazhuar me pjesën e shkollës. Po. Dhe i kam lënë disi pak mbrapa këtë pjesë, por që me mbarimin tani shpejt, fillim e verës, kam disa projekte që do t'i. Ndër të tjera unë di që shumica e projekteve të tua synojnë jashtë kufive shqiptar. Disa foto tua të pranuan tek The Sun, nëse nuk gaboj. Po, vërtet. Kam disa prej fotove të mia të fundit, shumë pak ditë më përpara. Më erdhi njoftimi, të cilat ishin pranuar edhe në revistën britanike The Sun. Që është një gjë me të vërtet wow, po ta mendosh. Po çka ti e thua me modesti kështu? Nuk e di, në fakt pres se si do vazhdoj kontaktin me ata për t'i dërguar dhe kopjet origjinale të plota në rezolucion të plota të tjerë. Vërtet i kam synimet për jashtë, sepse gjithmonë kam pasur dhe edhe në fakt dhe për edukimin tim dhe për pjesën e shkollës apo gjëra të tilla, gjithmonë kam qenë i fokusuar drejt pjesës që mund të lëviz për diçka jashtë. Dhe kam tentuar që të gjej ndoshta disa hapësira që nesër nuk e di, po mund të zhvilloj edhe ndoshta jashtë tregut. Shumë e rëndësishme në fundit. Okej, Eges, unë të falenderoj shumë. Shumë falenderoj që ishe me mua sot. Shumë kënaqësi për mua që erdhe këtu. Tani unë ndoj foto edhe mund ma bësh, ëh? Atëherë, megjithëse. Për që s'u bë miq. Të uroj shumë suksese me të vërtetë në çdo projekt tjetër. Ne do shkëputemi për pak fare. Unë jam
fiksuar me këtë këngën. Edhe sot në mëngjes për shembull po dëgjoja In Traffic me Ariolën dhe me Jonko, nuk naqa teksa po vija për në televizion, edhe doli kjo kënga në radio dhe unë isha në mes trafikut dhe kisha nevojë vërtet për një biçikletë, si thot Shakira në fond. Këngë pozitive në In Morning mund t'i gjeni gjithmonë, kështu që me Ariolën dhe Jonkon mos mungoni 105.7. Sigurt nuk duhet mungoni sot në In TV se sapo të mbaroj fande keni Greenhouse, puntatën e radhës, çfarë do të episodi i radhës në këtë serial dedikuar gjithmonë adoleshentëve smart mbi të gjitha. Një orë më vonë në 18 keni një dokumentar për tornadën në SBA, kështu që mobilizohuni me zemrën për ta parë këtë dokumentar. Në orën 19:00 keni In Dahood dhe lajmet më të fundit sa i takon gjithmonë showbiz dhe hip-hopit dhe muzika më e mirë e hip-hopit vjen me Angel në In Dahood në orën 7 dhe në orën 20:00 keni Rudin dhe Mateon me Trejat. Një film shumë i bukur në Cinefan vjen sonte, Gjut ma Gjuxhi, për të mos u harruar dhe për të mos u humbur mbi gjitha dhe për të qeshur. Kështu që mos harroni ta ndiqni sot në 21:30. Mua më pëlqen shumë kjo këngë, u them të shkëputemi për pak shtat gjë në këtë më sot. Të rregullojmë pak flokët me që si jemi në fund, domethënë. I mbajt në mënyrë katastrofale gjatë gjithë emisionit dhe në fund fare kur ne ndajmë dhe askush s'e ka mendjen te unë vendos të rregulloj flokët. Keni parë kështu? Gjithsesi ne mbaruam edhe për sot Fandej ma të mundja jeni. E keni marrë dozën e freskisë që na duhet tani në verë për ditën e sotme. Mund të merrni pozitivitet dhe duhet të merrni në fakt, edhe të dhuroni nëpërmjet paketave të shumta të Telekom Albania. Të mbajmë kështu pranë gjithmonë më shumë njerëz që ne duam dhe që na mbushin dhe na zbukurojnë ditët, fal paketave të shumta që Telekom Albania sjell për gjithë ne, si për ta përjetuar verën edhe më mirë. Kështu që gjithmonë janë adap për çdo ditë që vjen dhe për çdo njeri që ti ke pranë, paketet e shumta që sjell Telekom Albania, unë vdes për atë 4G që vjen për herë të parë në Shqipëri, me sa e kemi kuptuar dhe me sa e kemi parë. Në telekom.com.al mund të jeni sa më update rreth të gjithë paketeve të shumta që vijnë çdo ditë më shumë të freskuara kështu nga Telekom Albania. Tani, në Facebook TV Albania po me 4G e Telekomit, ne do të shohim komentet që ju keni bërë për të fundit për ditën e sotme, për të ritakuar sërish nesër ku kemi dhe like ship top 10, mos harroni mund të votoni dhe sot, nesër do të luajmë 10 këngët më të mira të javës, kështu që jepini, votoni është afati fundit sonte. Nesër në like ship top 10 do të shohim 10 këngët më të mira të javës gjithmonë sipas votave tuaja. Kush është personazhi që mendoni se vishet me shumë stil? Jo vetëm vishet, por që është i gjithë i stil dhe interesant nga kokat e këmbët. Ne do t'i shohim tani çfarë keni menduar, çfarë keni thënë nëpërmjet komenteve tuaja në InTV Albania në Facebook. Emma thot Jan Gzerka dhe Era i Strefi. Sara thot Ledri Vulaj, Enca dhe Fatma. Ua, edhe Bona thot ti Fatma vishesh shumë pa pare. Domethënë nuk e di, e ka shumë e pa pare apo shumë pa pare, domethënë pa lekë. E përshëndes shumë Bonën dhe Puz. Jurinda thot Kapital T, Mike Ghetto dhe Kapital T thot Armela, Butriti thot Paola, Era i Strefi thot Ledri, Eni thot edhe unë Fatma do të thoja, po ti nuk do e lexoje koment se do ndihesh e turpruar. Prandaj po them Butriti Meri, po ti e di që ke stilin më të bukur të papar. Dua të them kush nga vipat ka guzim që të vesh konvers me fustas, dhe mos ata që janë të shku. O zot, çfarë dashuri është Eni, Nika që e puth shumë. Zamiri thot Ledri, Kapital T thot Joy, Nata thot Kida, të lutem mos ma lexoj emrin gabim, e kam Ibda. Ti Fatma. Stili më të mirë për mua e ka Ledri Vulaj. Idba e përshëndesim shumë. Edhe më faqe ta ngatrova emrin herën e kaluar. Sara Hoxha thot kush tjetër përveç Ledrit. Kaq ishin komente, do të thënë ishin më shumë, ju falenderoj shumë që jeni bërë pjesë jona. Nesër do t'i lexoj më me dëshirë dhe më nga live gjithë komentet e sot, kaq ishte koha. Ne takohemi nesër, bëni qef. Right on me.